po i marrin me radhë argumentat për të mos vazhduar këtë betejën retorike, të cilën ju sugjeroj ta lini dhe mos përfshiheni më, sepse nuk i takon gjykatësve të prononcohen publikisht me terma të tilla, duke përdorur etiketime të cilat ju shkojnë partive më të vjetra dhe më të degraduara këtu në Republikën e Shqipërisë, dhe jo një trupe gjyqësore e cila është mbështetur me të gjitha forcat, me të gjithë vullnetin e mirë, me të gjithë dëshirën e mirë, pa pushim nga kjo qeveri dhe nga kjo shumicë qeverisë. Kur nuk e keni parë ju më parë këtë pavarësi, kur nuk e keni pasur ju më parë këtë pushtet, të cilin patjetër ju a ka dhënë kushtetuta, apo kushtetuta ja u kishte dhënë në letër dhe më parë, por nuk e kishin, sepse ja u diktonin të tjerët. Dhe ky është vullneti ynë. Ashtu sikundër edhe ato paga që keni sot, që i keni më të larta se sa gjykatësit në kolegët tuaj në rajon, goxha më të larta, dhe i që keni të barabarta me Greqinë, i keni sepse është vullneti i kësaj shumice qeverisë. Tani ti marrin pak me radhë. Ju thoni se projektligji për statusin e magjistratëve është hartuar nga ekspertët edhe herë. Së pari ju thoni, i hartuar nga ekspertët e mandatuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformë Drejtësi, parashikonte në vitin 2016, thoni ju, se statusi financiar i pagës magjistratëve do të ishte gati 1/3 në vlerë absolute më e madhe nga çfarë u vendos në Timthi dhe pa debat për të bërë ligj nga Kuvendi nëntorin e vitit 2026. Shpejtësia e miratimit të ligjeve në Kuvend dhe shmangja e debatit mbi këtë propozim të gjithë pranuar në vitin e hartimit të paketës ligjore bëri që cedimi i parë në këtë drejtim nga standardet drejtësisë së re të ndodhte me miratimin e ndryshuar nga varianti fillestar i ligjit. Ky është e keqbesimi i parë. Kjo është e pavërtetë. Është tërësisht e pavërtetë. Dhe unë po ju referohem dhe juve, ndryshe nga ju. Po ju citoj dhe ju dhe publiku le të dëgjoj. E vërteta është krejt ndryshe dhe atë paket të vitit 2016 e kanë hartuar patjetër ekspertët kombëtar dhe ndërkombëtar, por e kanë mbështetur në mënyrën më të vendosur deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, dhe ata kanë dalë me këtë formulë. Dhe nuk ka absolutisht asnjë të vërtetë në çfarë thoni ju, dhe në ndërkohë po vazhdoj me të dytën për të shpjeguar dhe të parën, sikur mjaftonte ky cedim, thoni ju, në ligjin e nëntorit vitit 2016, u parashikuaj që efektet financiare të pagave të magjistratëve do të nisnin nga data 1/1/2019. Kështu për 2 vite dhe 2 muaj, thoni ju, reforma e re vendosi magjistratët paguen me reformat e vjetra. Këtu është edhe shqipja pak problem, por nuk po hy tek shqipja. Ky moment ishte keqbesimi i dytë në radhë. Zotri, ne kemi vendosur në vitin 2016 një rritje pagash të jashtëzakonshme për ju, për t'ju dhënë juve edhe mbështetjen financiare si shprehje e vullnetit dhe e mesazhit të asaj reforme, që ja dhe një sakrificë e të gjithë taksapaguesve, që ju të paguheni më shumë se gjithë kolegët tuaj në rajon, që ju t'jeni të drejtë, t'jeni të pavarur, t'jeni të paanshëm dhe të bëni punën tuaj për ta mbajtur pushtetin e pavarësuar të drejtësisë me dinjitet dhe në emër të popullit dhe të Republikës së Shqipërisë.